Ndonë se kishte ditën e paraqitjes në SPAK, Berisha mungoi. Sipas asaj që u njoftua, shkaku bë një viroz, krejt e natyrshme për çdo kënd dhe më se normale për çdo njeri. Ajo që të vjen në syr se çdo paraqitje e Berishës në prokurorinë e posaçme ka marrë tashmë për masa të një show të përmuajshëm. Ai del përpara një turme të vogël militantësh, lëshon mallkime dhe akuza ndaj Dumanit dhe Gjokës, pastaj përbetohet se do të rrëzoj qeverinë e drogës dhe të krimit. Pas kësaj shfaqje, vijon me të njëjtat akuza nga anselia e Partisë Demokratike, akuza të cilat merren nga mbështetësit e tij dhe si rrjet transmisioni përsëriten pa pushim pa hequr pikë presje. Pra i gjitha aktiviteti ditori i PD-s është pikërisht përçimi i mesazhit të Berishës, i cili në fakt nuk ka kurfar lidhje me ato që shoqëria shqiptare kërkon të dëgjojë, sepse nuk ka asnjë lidhje me hallet dhe problematikat e saj të përditshme. Nuk mund të shpjegohet ndryshe rezultati katastrofik i 11 majit. PD-ja dhe shoqëria shqiptare janë në kursi të kundërta. Pas gjithë kësaj panorame, ajo që është evidente është se një ditë që Berisha si çdo toksor sëmuret dhe nuk është prezent në media, i gjitha aktiviteti i PD-s ndalet, nuk ka asnjë lajm apo zhvillim politik prej saj. Ndoshta kjo korrespondon edhe me ditët e nxehta të qershorit dhe të gjithë drejtuesit e saj kanë shkuar që tani me pushime për të përgatitur për betejën e zjarrt të shtatorit. Mirë, po një gjë është e sigurt, doktori pas jetë dhe shëndet, por një parti që të gjithë fatin dhe aktivitetin e saj politike lidh me shëndetin e një 80 vjeçari nuk i ka edhe aq mirë punët.